Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestat në Tiranë, për projektin e Zvernecit, modelin e zhvillimit ekonomik, pra problemet rreth kësaj çështje komplekse që ka ngritur Tiranën dhe Shqipërinë në këmbë këtë muaj qershor mes këtyre temperaturave të larta, që i ka rritur akoma më shumë, ndoshta mund të kemi në fund një fund të lumtur ose gjitha protestat si më parë mund të përfundoj edhe kjo. Megjithatë, ne do të flasim për ta trajtuar një aspekt tjetër. Të radhë kemi të ftuar sociologun Bekim Selishta, profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit prapë që mësafer me vendin tonë. Po vetë na ka ndonjë farë kufi një padrejtësisht. Ne jemi një dhe është pa kufi ky problem, kështu që si ande këtej të njëjtat shqetësime, hadhe dhe probleme, edhe nuk ka ndonjë dallim madh si shikoni ju ande edhe ne këtej edhe këtë protestë, pra na prek gjithëve. Si keni parë zhvillimin në Tiranë këto 2 javë me këto protesta? Mora shkas për zhvilluar këtë bisedë edhe nga një analizë, nga një shkrimi juaj që i krahasoni me ngjarjet në Turqi të 2013-s, por ku vendosi edhe theksin midis faktit që zhvillimi kërkon balancë, por jo sabotim, pra nëpërmjet kauzave e tjera që ju do i shpjegoni më mirë dhe për publikun tonë. Kështu, fillimisht faleminderit që pe ke mundësinë tash me diskutu, me shtjellu dhe shqetësimet, pavarësisht që qëllimisht e përmena këtë kufinin mes Shqipërisë dhe Kosovës, po dhimbjen e kem të njëjtë. Po them çka do të ndodh në ato dhimbjen e kem të njëjtë edhe na knena se na e ndjejmë shtetin tonë. Ne nuk e shohim si shtet dytë, po si shtet tonën, kështu që çdo protestë jo e sinqertë dhe çdo tollovi që ndodh në Shqipëri na prek edhe neve në Kosovë. Ne jemi si këto bines siamez, domthonë kryet andej, ndjejmë dhimbjen edhe na këndej kufirit. Kështu, protestat çuditërisht pas një periudhe gjatë që e pa që diçka sot të funksionu, ma kujtoj periudhën e 2013-s në Turqi, kur çuditërisht filloi një protestë, po jo nga tërqet e Stambollit, po fillon nga këtë Evropa, nga këtë Ballkani, shoqë me protestu për taksimin në Turqi, po jo nga tërqet që banojshin në Turqi. Edhe manej nuk arritën qëllimin, si pasojë që protesta nuk ka qenë e sinqertë. Po aty u zhvillua ajo zonë, po Turqia ka ecë shumë përpara ekonomikisht. E boni zhvillimin e vet si pasojë që këtë ka nevojë, por edhe një prej tyre që mbështet politikat ambientaliste, po nuk janë prej tyre që duhet mos me zhvillu shtetin që sepse prekot ambienti. Ne e dim Shqipëria, ky shka qenë mas viteve 90 dhe 2000, po mos sa kish bëj zhvillimin e turizmit, që është shumë e nevojshëm. Ndërtimet shumë të mira, ne kem shihen në Shqipëri disa faza të ndërtimit rreth Bregdetit, domthonë prej vitit 2000 e këndej shihet domthonë kualiteti, jam të fol edhe për kualitetin dhe për zhvillimin, edhe kushtet, edhe sa kanë përfituar pjesa e Shqipërisë që jetojnë rreth Bregdetit, domthonë edhe pjesa lart që ka malet edhe pjesa poshtë Bregdetit. Me gjithë kuptimin e asaj që është shumë zonë e rëndësishme, e mirë, e bukur, po nëse nuk zhvillohet, kush përfiton aty? Domthonë nuk është ideja që veç shpes do me fitu në Shqipëri, po aty do me gjallë edhe me zhvillu ekonomikisht edhe vetë banorët. Ne jemi të pa që komplet trendi i konkurencës rreth Shqipërisë është shumë një konkurencë jo e barabartë dhe jo e sinqertë, si pasojë që ju kujtohet verën e kaluar për disa gabime që u bënën nga disa menaxhera të hoteleve, ma ne fillon turistat me gjetë vetëm dikon tjetër në Ballkan. Po ashtu edhe me çmime të lira, po edhe me hapësira shumë të mëdha dhe të bollshme. Kjo të ndodh njëjtë edhe në Shqipëri, edhe tash fillojnë qëllimisht nga dikush dashakes që nuk ja duhen të mirë në Shqipërisë, protestat, pse fillon protestat pikërisht në pikun e sezonit, kur fillon sezoni. Pra ju shikoni që ka një dorë të huaj këtu që po saboton. Realisht ashtu shihet pe cilit kont që e shiqon, ashtu del në përfundim. Se ne nuk kemi mund ndaj fuqive që do me prish turizmin ose zhvillimin e vendit, si në Kosovë, si në Shqipëri, jo njëjtë. Ne kemi
por gjatë gjithë Bregdetit të malit të zi sa është investu, më është me tërhek turisht. E kemi edhe pjesën e poshtme, domthonë rreth Shqipërisë, Greqi, që dhe me çmime ka fillu me qenë konkurrencë me Shqipërinë. Domthonë çmimet i ulë sipas me marr turistë edhe nga Kosova. Edhe kjo shihet qartë që nuk kanë interes asnjë, jo interes që nuk kanë, po provojnë me pengu që mos me u zhvillu me ndërtime të bukura Shqipëria që me të heq turistë të mirë. Pra, ju thoni profesor që tanojmë pak më shumë nga zhvillimi ekonomik se sa nga mbrojtja e mjedisit. Po, ne në rregull, Shqipëria nuk e di a ka zhvillu 50% të Bregdetit, rreth Bregdetit me ndërtime. Dyshoj që është 50% e zhvilluar. Ose domosdoshmë nuk e ka arrit as maksimumin e maksimumit që do të me zhvillu Bregdetin, rreth plazhe me pas ndërtime ku turist me gjetë veten si pjesën ku ka plazha me gur edhe pjesën me rër. Po sidoqoftë, besoj që ka dhe laguna ka të mjaftueshme Shqipëria që nuk ka nevojë për një lagunë me bëj gjithë kjo zhurmë. Veçanërisht nëse është në pyetje për një investitori që vjen nga vula e Trumpit. Domthonë një vulë që është Pe Trumpi që është një multimiliarder, një ekonomist shumë i serioz, edhe që e zhvillon çdo vend ku ka shku ne dim që secili investitor i llogarit përfitimet e veta. Po në kohët e përfitimet e veta përfiton edhe vetë vendi ku i ka bërë të ndërtime ato zhvillime. Domthonë janë tatimet apo vendet e reja të punës, po zhvillime të tjera. Pra, vula e Trumpit është një garanci jo vetëm ekonomike, po një siguri edhe mbrojtje edhe me gjërë, aq më tepër edhe në këto kohë tani. Po, ne duhet me marrë shembull çfarë domthonë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku kemi Abu Dhabin edhe Dubai. Ata nuk kanë asnjë industri tjetër pas një naftë që nuk është ka vende tjera, po me turizëm, domthonë turizmi është ai që ka zhvilluar Dubai. Domthonë nëse pyet cilin do që pyet qytetar të botës për Dubai, ai mendon për turizmin dhe zhvillimin e ndërtimeve të bukura që ka Dubai. Dhe pa që shkon mendje shkulla. Po, nuk as që mendon naftën ose gazin, po mendon veç ndërtesat e bukura, zhvillimin e turizmit, edhe hapësirat e bukura. Pajtohuna që do të me pas shumë kujdes në secilin investitor që bën investime, edhe kushtet e investimit, edhe përfitimin i shtetit, domthonë tatimet edhe marrëveshje tjera. Po duhet prapë me trajtu një ligjore nëse koncesionin dikujt. Unë prapë ta thomë mos a bëjmë njëjtin gabim si Kosova që ka bërë njëjtin gabim, domthonë e kanë gjetë një investitor për zhvillimin e energjisë në Kosovë, domthonë për Kosovën me një termocentrale të ri. Domthonë ndërtimi i termocentralit të ri ka qenë marrëveshja 3 deri në 4 vite. Domthonë jam të fol vitin 2018-2022 ka pas me u përfundu, ndërsa ne sot 2026, 3 vitet e fundit, Kosova ishte dalë me 5 miliard plus fitime. Domthonë jo që se kemi fillu, po kanë pagu penalltia si pasojë që ja kanë ulë punë gjysmë investitorit amerikan. Domthonë ne sot ishim me 5 miliard euro plus. Kush ka humbur? Nuk e humbur Kosova. Ne e dim që në Kosovë fillu me bë disa protesta nga disa ONG të ndryshme, të dyshimta për ndalimin e Kosovës se po bën dotjen e ambientit. Realisht Kosova ka qenë e projektuar me gjitha standardet më të larta evropiane që mos mendohet ambientin. Tash ç'lla logjika? Termocentrali që është ndërtuar në vitet 60-70 është më e mirë apo ky që ndërtohet tash me standarde. Plus ne kishim përfitimet marramense shtetërore, domthonë aksionet kanë qenë nëse nuk gaboj 50% me investitorin, për 25 deri në 30 vite koncesion. Domthonë me shku me 50% më nej mi kalu shtetit Kosovës sa investim. Tash logjikisht kush ka humbur? Kem humbur ne si Kosovë. Pavarësisht që edhe në Kosovë erdhën disa që të dyshimta nga jashtë Kosovës dhe nga bashkëpunim me disa që prej Kosovës, pa disa ndërhyrje edhe politike, edhe sot u pengu. Kush shet rry mas shumë në Kosovë? Shet Serbia dhe Bosnia. Pra njëta analogi vlen edhe për këtë projekt, thoni ju, që kush do përfitojnë nëse nuk do bëhet?
ideja është që të pyetja a ka ngrit dikush, se kush përfiton kush humbi dhe kush përfiton. Unë shoh shumë protestues të ri në rrugë në Tiranë që nuk besoj që ato protestues që kanë haber se për çka u ndonë në rrugë. Profesor, me që jemi këtu për të bërë një analizë edhe me gjërë të asaj në tjetër këndvështrim nga ana sociologjike, si e keni parë protestën, pra për te aspektit ekonomik, modelit biznesit, politikës e tjera? Thirrjet, pankartat, secili me problemet e tij që ngren atje, nivelin por edhe të komunikimit e kauzave që ngren, mbështetjen nga Kosova, nga Maqedonia, të shqiptarëve, në tërësi. Ndërruar balla, shumë e thjeshtë kjo punë. Unë po pankarta të ndryshme, unë e di që ka pakënaqësi politike edhe andej edhe këndej. Ama pakënaqësi politike nuk mund më reflektu me një ndërtim në një objektit, një biznesit saktu.